Kjo situatë në cilën jemi kurthu, ne jemi të kurthum, nuk lëviz më kur gjë. Gjithçka është e bllokuar. Gjithçka është ku vendi më po shihet, s'ka perspektivë. Prapun kthehem te këto parti tjera politike. A nuk janë të e pa ata që Albin Kurti saktësisht këtë ka dashur. Pra, ki kuvend jo funksional, ki qeveri uzurpatore, se ai nuk i lejohet, dhe ka nis këtë logjikën e tij të diktatit me instalu gjithandej. Pra, me logjikën e diktatit me instalu edhe frikë. Frikë në institucione, frikë në polici, frikë shkon Xhelali i kërcënon atje drejtorin e policisë, pse s'keni njoftu që është arrestu në dosti tyne. Domethënë, kjo u shfaq shumë në Skënderaj. Në Skënderaj ke ajo për cilën unë e ti dhe pak tjerë kemi folë që sa kohë. Për rrezikun që i vjen demokracisë dhe lirisë e njerëzve në këtë vend. Janë suspendu policët, pse nuk kanë arrit me parandalu sulmin me vezë ndaj eskortës së kryeministit. Zoti Kurti momentalisht ndaj makinave, ndaj makinave, se kanë godit njerën që ka ndodhur para. Makina e zotit Kurti, Toyota, është e blinduar. Njerëz duhet me ditë këtë. Pra është e blinduar, ajo reziston edhe mjeteve shpërthyese e tjera. Vezë, po don me bëhë të ndaluar përdorimin e vezës si protestë që është e lejuar gjithandej botës, e që në fakt vetëvendosje e ka aplikuar mas shumti. Duke i godit njerëzit edhe në fytyrë, duke gjitha këto. Me dy rrugë, në kuvend. Në kuvend kena gjujt vezë mrena në salë. E kena gjujt Isa Mustafën, kryeministër, me vezë mrena në salë kuvendit. Albëllina Haxhiu, Klau Konjufca, e kanë gjujt. As nuk jenë suspendu policë që se kanë parandaluar s'ko gjëheq. Po, atë qysh, për shembull, qysh o dash me parandalu policia qëto? Me shte ku kanë suspendu policë. Qëka o dash me bo që e polici? O dash krejt njerëzit që jënë konë në rrugë qatë ditë. Me hjek për rrugës, me arrestu, qëka o dash me bo? Shtetë rrethim, në Skënderaj se po vjen kryeministri, qëka o dash me bo? A pëtën, dhe më thonë ti kur thu, pse se ke parandalu, dush pak edhe me spjegu qysh ka mujtë ke më bo. E tash, a ka mujtë më bo qështu? Po, a i shkon që kja veprimi duhur i policisë. Ti jetu e së rrugës dhe thonë, heqë piktu e që ka 1 kilometër ma nej se ka me kalu që këne kryeministri me kjerë. Janë do situata si kur vite 80, sarë ka arë Tito në Kosovë, janë arrestu disa njerëz. Deri sa ka shku Tito, ata kanë qenë brenda. Sakt. Tash nuk mundna me apliku që se kontroli policorëve në shtetë. Pse po të gjujnë do trime vo, kush ka qenë ata se spedia e kontria me somosh. S'ka rëndësi. Po që ka lidhe ata kanë gjujtë kjerën me vo. Është protest. Pra pse për shembull Albin Kurti është kundër protesta? Isa Mustafës i kanë vendosur në rrugë, i kanë pajisje që shpërthejnë gomat e kjerët. Më thonë, edhe në një shpejtësi të caktuar, mund edhe të përmbyset komplet vetura. Tash veza, ajo nuk është, që e thati tash është formë proteste, qëre, tash ti mund me thonë, ja, po atin, në base është pak brutale kështë me radhë. Ti mund është me thonë, une nuk muj me thonë, Albin Kurti nuk mund me thonë, Klau Konjufca dhe Albëllina Haxhiu nuk muj me thonë, adi pse se na e kena përdorë, ti se ke përdorë kur, ti mund me thonë që ako në kesh atëherë është kesh tash. E ki këtë drejtë, une se kam këtë drejtë. Albin Kurti është më pak. Dhe me thonë, dhe këtë drejtim, njerëzit kur kanë arsye për protest, protestojnë. Tash kushdo që është në pushtet, thot, atë për shembull, e kisha kuptuar si pozitë, më thonë qëra nuk ka arsye për protestë. Jo më thonë ti s'bën me protestu. Ja është më tepër me i suspendu policët, pse nuk e kanë parandalu këtë stop. këtë sulm me vezë. Po, sepse kjo është tek e fundi kjo është edhe kjo një farë tendencë jashtëzakonisht e rrezikshme për kontroll politik mbi policinë. Po, këtë po them unë. Se kjo është kontroll politik mbi policinë. Këto është plani operacional është i policisë, apo policia për secilën situatë bën plan operacional të mbajtjes së sigurisë. Që shto e kanë vlerësuar policia, që shto s'ka ndodhur kur gjë, 3 vezë janë thyer në kerë dhe ka vazhdu. Në rregull jemi.
Tash ky po i thot, na është përmes Xhelal Sfeqës apo ta di unë, që ti dush me kontrollu policinë politikisht. Po që ka nisë me kontrollu policia politikisht nuk ka gjë më të rrezikshme për demokracinë. Se ti e thu leti planin operacional që unë të kallëzoj çka më bëu. Kush Xhelal Sfeqja ose kushdo tjetër, atë. Në këtë drejtim që kjo është domethënë sakt që ajo nuk është që se ali ka herë kur njerëzit për shoqësh po reagojnë, po thonë po megjithatë demokracia ekziston në Kosovë. Është e vërtetë, domethënë Albin Kurti nuk ka rrimë me çmentu demokracinë. Po është i dhënë goditje trona. Që kjo është njëna prej tyre. Që kjo sjellje ty tregon cila tendenca e tij nga pozicioni i pushtetit. Tendenca e tij është me bë Kosovën vend jo demokratik. Tash ai vjen 5 vjet, 6 vjet, 10 vjet, a mbrin në herë sukses shumë tonë, nuk e di. Se megjithatë institucionet edhe populli i Kosovës kanë treguar një farë reziliencë ka shiq montimi i demokracisë. Për shembull, na do të më konë këgja krenar, si shtet që kemi hala institucione kryesisht në gjyqësor, të cilët nuk bin prej kësaj. Po kemi raste edhe në polici, kur për shembull ka pas reagim ndaj urdhrave politike, dhe kanë thonë jo. Po. E kemi raste në përpjat institucione tjera. Sigurisht. Të këshyre për shembull që është shpalosën në aferat e korrupsionit. Ato dalin prej administratës e cila e do vendin e vet. Dhe thotë ka dalë pak që to s'bëm i leju. Kemi media fiksionale, do të thonë ka një reziliencë shoqërore. Kjo është shumë mirë. Mirë, po kjo nuk e ul tendencën e Albin Kurtit për me bë Kosovën një vend komplet të kontrolluar nga ai.